Gjykata e posaçme e Apelit ka konfirmuar vendimin e shkallës së parë duke lënë në fuqi dënimin me burg për ish deputetin socialist Jurgis Çyrbia si dhe për të pandehurit Ahmet Masha dhe Altin Hajri. Sipas vendimit më parshëm të GJK-s, Jurgis Çyrbia ishte i dënuar me 3 vite burg, dënimi i reduktuar në 2 vite për shkak të gjykimit të shkurtuar. Ai është shpadur fajtor për korrupsion në zgjedhje, për kraje të eksponentëve të krimit dhe nxjerrje të sekretit hetimor, ndërsa prej muajit shkurt ndodhet i liruar pasi ka shklyer dënimin. Në të njëjtën çështje, Altin Hajri është dënuar me 3 vite burg, ndërsa Ahmet Masha me 2.6 vite burg, pas vlerësimit të provave nga gjykata për përfshirjen e tyre në veprimtari të palishme të lidhura me procesin zgjedhor dhe krimin organizuar. Në apel, Jurgis Çyrbia kishte kërkuar prishjen e vendimit dhe kthimin e çështjes për gjykim, ndërsa Altin Hajri kërkoi pafajësi apo ricilësim të veprës penale dhe ndikim të palishëm, dhe Ahmet Masha kërkoi gjithashtu shpadhjen e pafajësisë. Sipas prokurisë së posaçme, e përfaqësuar nga Nnan Xholi, ish deputeti Çyrbia ka kryer në disa raste veprën penale të tregtimit të sekretit hetimor për krajes e autorëve të krimit dhe korrupsionit zgjedhor në zgjedhjet e marsit 2021. Hetimet kanë zbuluar sipas PAK një bashkëpunim me strukturave politike dhe elementeve të krimit organizuar, ku Çyrbia dyshohet se ka përdorur pozicionin e tij si deputet për të siguruar dhe shpërndar informacione konfidenciale të policisë në favor të grupeve kriminale në këmbim të mbështetjes elektorale.